Test, një. Ne janë të ftoj një dobrofitë të madhe për kampionin e vërtet, kryetarin e vitit, Sokolin ton, Sokolin tuaj. Dashur e shumë të respektuar qytetarët e tij, vërtet na keni dhënë son të zemër të madhe që do të kushtrojë gjithandej Kosovës. 1, 2, 3, po vjen shpejt, 28 vetori, është ditë e fitores. Krejt vitia LDK. Dashur qytetar, nuk jemi mbledhur rastësisht në këtë sallë, në këtë vend jemi mbledhur jo vetëm për një fjalim politik, as për një fushat zakonshme zgjedhore. Jemi mbledhur sepse Kosova ndodhet në një moment historik, në një udhkryq ku duhet zgjedhur drejtimin e saj, jo vetëm për 4 vite të ardhshme, për dekadën që po na pret. Dhe në këto momente të mëdha, historia e këtij vendi na ka mësuar gjithmonë një gjë shumë të thjeshtë, një gjë shumë të vërtetë. Kosova ka ecur përpara vetëm atëherë kur ka zgjedhur lidhjen demokratike të Kosovës. LDK nuk është parti e rastit, LDK nuk është parti e qastit, LDK është themel i shtetit Kosovës, LDK është ide, është filozofi politike, është përgjithësi historike. Dhe atëherë kur nuk ishte shtet, LDK-ja e ndërtoi shtetin. Kur nuk ishte institucione, LDK-ja i krijoi ato institucione. Kur nuk ishte shpresë, LDK-ja mbajti shpresën gjallë, pa dhurë, pa akmarrje, por me plot durim, me vizion dhe me besim në liri, në pavarësi, në demokraci. Ne jemi pasardhësit politik të Ibrahim Rugovës. Ky është misioni ynë historik. Nga një lëvizje pasore te lufta e shtrenjtë e ushtrisë shërimtare të Kosovës, te shpallja pavarësisë, nga ndërtimi institucioneve të para, te orientimi i qartë euroatlantik, ne kemi qenë gjithmonë dhe në çdo moment në anën e duhur të historisë. Jo sepse ka qenë më zhurmshme, po sepse ka qenë më e përgjithshme. Jo sepse kemi premtuar më shumë, por sepse kemi besuar dhe ndërtuar me popullin më shumë. Dhe sot në këtë kohë, kur shteti është i lënduar e kur është i lëkundur, kur kushtetuta na shkelet para syve, kur besimi i qytetarëve është i goditur secilën det, është sërish radha e LDK-s që të marrë përgjegjësi historike për drejtuar Republikën e Kosovës. Sepse sot nuk kemi vetëm krizë qeverisje, sot kemi krizë drejtimi, kemi krizë institucionale, kemi krizë besimi, dhe pikërisht në këto momente LDK gjithmonë ka ditur të veprojë kur duhet kthyer parimet, kur duhet rikthyer normaliteti, kur duhet rindërtuar shteti me qetësi, me plot maturi. LDK nuk vjen si parti e nostalgjisë, por vjen si forcë e së ardhmës, vjen gjitha me program të qartë, me ide të sakta, me përgjegjësi të madhe shtetërore. Vjen si shpresë reale për gjën më të rëndësishme që kemi, për familjet tona, për të rinjt tonë, për punëtorët e Kosovës, për fermerët dhe për secilin qytetar,
që kërkon jetë normale në shtetin e vetë, në dhejën e vetë, në vendin e vetë. Vjen si zgjidhje, sepse e di çfarë do të thotë, ndërto shtet, jo ta përdorë shtetin për propagandë e qëllim partijak. Dhe pikërisht nga ky moment, nga kjo platformë, nga ky qytet i begat, që e njeh vlerën e punës dhe durimit, dua të flas për Vitin dhe për Kosovën që duam ta ndërtojmë bashkërisht ne dhe ju për 4 vite të ardhshme. Vitia juaj është shembulli më i mirë i Kosovës që punon, e prodhon, e krijon. I Kosovës që jeton nga bujqësia, nga bizneset e ndershme familjare, nga sakrifica e mërgatës shqiptare, pasurisë më të madhe kombëtare, nga njerëz që zgjohen herët, punojnë fort. Është qytet që i ka dhënë Kosovës vazhdimisht, edhe atëherë kur Kosova nuk ka ditur t'i kthej mjaftueshëm Vitis. Prandaj sot, kur flasim për drejtimin e vendit, është e drejtë flasim nga këtu, nga Vitia, nga një qytet që e njeh vlerën e punës dhe kupton rëndësinë e shtetit funksional. Sot, fatkeqësisht, Kosova juaj dhe Kosova Vitis nuk është aty ku duhet të ishte. Jo sepse qytetarët tanë, jo sepse ju nuk keni punuar, jo sepse fermerët nuk kanë prodhuar, jo sepse të rinjt nuk kanë pasur ëndra të mëdha në këtë vend, por sepse politika ka dështuar të udhëheqë shtetin me maturi, me plan, me respekt për institucionet që kemi krijuar me plot mund. Për herë të parë pas luftës, për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë, Kosova nuk është vetëm në vështirësi ekonomike, është në vështirësi të thellë besimi. Institucionet tona, ato që kemi krijuar me plot mund, janë të bllokuara. Kushtetuta, ato që kemi ndrruar gjithherë, është e shkelur në vazhdimsi. Vendimarrja institucionale nuk ekziston, është e paralizuar. Partnerët tonë ndërkombëtar janë të larguar. Kosova ka përfunduar fundja në masa ndëshkuese dhe në izolim të thellë politik. Komunat si kjo juaja, jo që s'janë mbështetur, janë penguar, bllokuar dhe sabotuar. Dhe është ky momenti, dashur qytetar, që vendi na thërret edhe një herë sërish që të dalin zot atë dhejët tonë. Është momenti i lidhjes demokratike të Kosovës që me 28 dhjetor të kthej përfundimisht shpresën e pritur në Kosovë. Dhe kjo LDK jona, kjo LDK juaja, nuk vjen vetëm me ide premtime elektorale, vjen me ide të qarta, të bëshme, po mbi gjitha vjen me përgjegjësi, vjen dhe me përvojë. Dhe ky vizion i yni nis nga një gjë shumë e shenjtë që kemi, nis nga vetë familja. Prandaj, sokol e të dashur qytetarët Vitis, ne kemi paraporë që në qeverisin tonë të themelojmë me njëherë, sa më parë, Ministrinë e Mirëqenies dhe Familjes, dhe kjo ministri të kujdeset për pasurinë më të madhe kombëtare për familjen tonë kosovare. Dhe kjo ministri do të përkujdeset që për çdo të posa lindur në Viti e gjithandej Kosovë, shteti t'i ndajë nga 200 euro në muaj për nënat plot 2400 euro vitin e parë, që në mënyrë që çdo fëmijë të ketë kushte elementare nga mosha parë e deri në rritjen edukative arsimore e deri në përsim. Kjo është siguri për familjen, është investim në të ardhmen e vendit tonë. Arsimi është shtylla tjetër e zhvillimit. Në 4 vitet e ardhshme, ne do të bëjmë të mundur që në çdo vend, çdo komunë të ketë mësim tërditor. Atë që kemi bërë në Prishtinë me përparimin, le ta bëjmë bashkërisht dhe në Viti, që fëmijët e Vitis të kenë mësim tërditor në shkollat e tyre këtu në vendin e tyre. Mësim tërditor do të thotë fëmijë që ushqehen me shujta të ngrohta, do të thotë fëmijë që rrinë në shkollë tetor, fëmijë që janë më të zot, më të mençur, më të aftë, që ta bëjnë Republikën e Kosovës vend siç e kemi ndruar gjithherë. Vitia do ta ketë prioritet çështjen e qeverisë qendrore të lidhjes demokratike. Por puna duhet shpërblehet natyrisht dhe me dinjitet. Dhe për këtë arsye kemi paraporë dhe rritjen e pagave për secilin njeri 80 misosh që punon në administratë publike. Prandaj, nga Vitia e them me plot zotim se pagat e sektorit publik do të rriten me koeficient 150, që do të thotë se mësuesit
mësuesit e Kosovës, me qeverin tonë, do të marrim pak plot 1.000 euro në muaj për secilin muaj. Është ka përcem historik, mësuesi nga simboli i rezistencës në motor të qeverisjes së ardhshme të marrë të mirë për fëmijët tonë, fëmijët e Kosovës. Dhe jo vetëm mësuesit, infermierët do të marrin pak 975 euro bazë, e çdo ushtar, çdo polic, e çdo zjarrfekës do të ketë pagën bazë 900 euro në muaj me qeverisjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Natyrisht se nuk I kemi harruar as më të moshuarit, ata që kanë bërë këtë shtet realitet, ata që kanë dhënë kësaj shoqërie më të çmuarën e tyre, jetën e tyre, e kuptojmë se pensionet e huaja janë tashmë lëmosh s'mundemi t'i pranojmë më. Prandaj ju zotohen para vitis, para popullit, para Zotit, që pensionet e pensionistëve do të rriten nga 150 euro sa janë sot në 300 euro brenda 3 viteve të para qeverisë tonë. Trimëve të Kosovës, pasurinë sonë më të madhe, pasurinë së madhe, do të sigurojmë punësim të garantuar, çdo I diplomuar, secili njeri që e përfundon shkollën, do ta ketë punën e garantuar me pagë 500 euro në muaj nga qeveria e Republikës Kosovës për 6 deri në 12 muajt e parë, let merr punë, let merr zanat, let afsohet për tregun e vet, edhe të ardhmen që duhet ta bëj. Natyrisht ne nuk vim vetëm me projektin ndihmës, vim me projekte të mëdha kapitale, e kam për borxh t'ua them edhe Ana Moravës, edhe Vitis, edhe Gjelanit, që autostrada, kjo e lënë Allash për Ana Moravë, Prishtinë e Gjilane Kamenisë tutje për Lugin, do të bëhet përfundohet brenda 2 viteve të para të qeverisë sonë. Me prioritet absolut, dhe kyçën që keni kërkuar sokol, do ta bëjmë jo siç po e bëjnë këta, sa për një fushat elektorale, siç e meriton me dinjitet vitia juaj. Do ta keni mbështetjen time të Lidhjes Demokratike të Kosovës për kyçje të dejnë autostradën e Kombit, autostradën e Ana Moravës, autostradat e Republikës Kosovës. Pra, këto janë disa prej zotimeve tona, e dashura Viti, të dashur mërgjimtar, qytetar, ju ftoj që më 28 dhjetor të mbështesni listën e 110 kandidatëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse nuk ka listë më të mirë, nuk ka profesionist më të zot, nuk ka ekip më të jashtëzakonshëm se ai që sot unë I prim me plot përgjegjësi. Ju ftoj për një duar tregimit të madhe për gjithë kandidatët e LDK-s të 110-it. Janë të shkëlqyeshëm. Do ta keni vështirë të zgjidhni vetëm 10 sosh, por zgjidhni më të mirët, por para se të zgjidhni të tjerët, zgjidhni këta që I keni nga vitia, për ata që janë tuajt, sepse ua njojnë hallet, ua din hallet, ua din brengat dhe do të punojnë për Vitin bashkë me gjithë ne të tjerët. Kryetor, mirë se erdhën Viti, mirë se erdhën në Ana Moravë, vendi ku fjolla mbohet, ku puna vlerësohet dhe ku shteti nuk shqihet si trofe, por si përgjegjësi. Të nderuar praneshëm, të respektuar rrugëvest, po e afrohemi fundit vitit, po e mirëpresim vitin e ri dhe çdo fillim I ri ka një domethënie. Të ndolmi për një çast, të reflektojmë, të shohim ku jemi dhe të vendosim se ku do të shkojmë. Sot me përgjegjësi të plot po e them. Kosova ka nevojë për një kthesë shtetërore dhe drejtimi të ri të qeverisjes. Kjo qeveri duhet ndërrohet. Pa rrymë me tash vitinja krejtësisht. Prandaj ju mërgjimtor të pesheni mas miri. Kjo qeveri duhet ndërrohet si domosdoshmëri për stabilitetin, besimin institucional dhe dinjitetin e shtetit. Sepse shteti nuk bëhet me tension përhershëm, shteti bëhet me institucione që punojnë, me ligj që zbatohet njësoj, me ekonomi që rritet, me siguri që garantohet dhe me shpresë që mbështetet në rezultate.